Një kthesë dramatike ka marrë çështja gjyqësore për vrasjen e 33 vjeçarit Terion Pelivani pas dëshmisë befasuese të vajzës së pandehurit, e cila pranoi në gjykatë se kishte falsifikuar mesazhe për të mashtruar të atin. Ngjarja e rëndë ndodhi më 9 janar të vitit të kaluar pranë një fabrike çimentoje në Volos, ku Fatmir Tarellari, 51 vjeç, qelloi me armë gjahu dhe i mori jetën kunatit të tij Pelivanit. Ai akuzohet për vrasje me dashje, armbajtje pa leje dhe përdorim të armës. Sipas dosjes gjyqësore, gjithçka nisi kur pronarja e banesës ku jetonte vajza e Tarellarit, një studente 19 vjeçare, kontaktoi me familjen për mospagesën e qiras, ndërkohë që jati pretendonte se parat ishin dërguar në kohë. Vajza justifikoi mospagesën duke i thënë se ishte shantazhuar dhe abuzuar seksualisht nga daja e saj, viktima. Për të bindur të atin, ajo e tregoi mesazhe që dukeshin sikur ishin dërguar nga Pelivani, duke e shtyr atë drejt aktit ekstrem. Por hetimet e mëvonshme të policisë greke zbuluan se këto mesazhe ishin të manipuluara. Në sallën e gjyqit në Larisa, vajza pranoi se kishte sajuar vetë bisedat, duke përdorur materiale nga komunikimi me të dashurin e saj, të cilat më pas ia atribuoi Pelivanit për të krijuar një histori të rreme. Kujtojmë se në atë kohë vajza deklaroi: "I tregova babit se dikush më ngacmoi kur isha 9 vjeçare dhe më përdhunoi kur isha 12 vjeçe. Shpërtheva në lot. Babai më përqafoi, reagoi fort dhe më tha se do të ishte gjithmonë në krahun tim. Më tha se do të gjenim një avokat për ta raportuar." I pandehuri Tarellari deklaroi në gjyq se kishte vepruar në gjendje emocionale të rënduar, duke e besuar se po mbronte vajzën e tij nga një abuzim. "Ishte periudha më e errët e jetës time. Kam bërë një gabim të rënd, jam i shkatëruar", tha ai në sallën e gjyqit. Ndërkohë, procesi gjyqësor vazhdon, teksa gjykata pritet të përcaktoj përfundimisht përgjegjësit për këtë ngjarje tragjike, e cila tashmë ka marrë një dimension të ri moral dhe ligjor pas dëshmisë së vajzës.